Komentirat e premierut Mickovski za sukorakata za... A keni ndruar ju qëndrim apo vazhdoni të njëjtën që keni? Unë si kryetari komunës së Tetovës kam përfaqësuar dhe vazhdoj të përfaqësoj të gjithë qytetarët e kësaj komune. Më së miri qytetarët e mi e dinë se si kryetari komunës në asnjë moment nuk kam bërë as diskriminim politik, etnik dhe fetar. Dini që kam realizuar projekte edhe në ato fshatra të cilat kanë fituar oponentët tanë, kam realizuar projekte edhe në ato zonat të komunës të cilët kanë qenë me shumicë të komunitetit Maqedonas, Rom dhe gjitha komuniteteve. Për mua qytetarët janë në rend të parë dhe do të vazhdoj me këtë politik që t'i shërbej Tetovës dhe tetovarëve pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike, fetare, po edhe politike. Kur është çështja për krajen në komuna tjera, vazhdoni të marrë një qëndrim pas deklaratave të Mickovskit? Unë po vazhdoj të jemi fokusuar në garën për Tetovën dhe si kandidat për Tetovën do vazhdoj të punoj në këtë periudhë që të trokas edhe në ato dyert në të cilat nuk kam trokitur për të promovuar programin tim, ofertën time dhe për të treguar se në 4 vjetorin e ardhshëm Tetova do të jetë një qytet i zhvilluar dhe sigurisht me përkrahjen e gjithë votuesve që t'japim një hovë zhvillimit të ri për Tetovën. Na Македонски може за коментар за пораката на Мickovski, ka se vodi etnička politika izborите. Сите граѓани во Тетово ме знаат дека ја како градоначалник и во минатиот мандат бев градоначалник на сите граѓани без разлика на политичката, етничката и верската припадност. Граѓаните знаат дека јас сум реализирал проекти, големи проекти, тоа и во села каде што има добиено моите политички опоненти. Исто така сум реализирал проекти и во средини во општина Тетово кои се мнозинско со од македонска или од ромска или од турската заедница. За мене важни се граѓаните и во следниот период ќе работам за сите граѓани во општина Тетово, ќе бидам градоначалник на сите без разлика на политичката, етничката и верската припадност. Господине Катави, дали ќе уште стоите на поддршката за Надуи во Кичево? Во овој период јас сум фокусиран на поддршката која треба да ја добием од моите граѓани во Тетово, затоа што сега целиот ангажман ќе биде во тој правец, за другите теми има став во даден од коалицијата власт. Ali Ahmeti ka thonë se do shkojmë zgjedhjet parakoshme. Si e shihni ju këtë? Tash beson ata. Nuk besoj se do të marrë seriozisht Ali Ahmeti sepse ai është nën presionin e rezultatit të zgjedhjeve dhe besoj që pas konsultimeve me organet e partisë do të ndrojë qëndrim sepse ky rezultat zgjedhor në të cilin e kemi fituar 11-1 besoj që nuk është rezultat me të cilin ai mund të përgatitet për të shkuar në raundin e dytë, për të shkuar në zgjedhjet parakoshme. Se i ka fituar Zgjedhjet lokale janë zgjedhje për zgjedhjet të kryetarëve të komunave të cilët menaxhojnë me komunat. Këshillat komunal ka pasur plot komuna të cilat kanë udhëhequr kryetarët edhe pa e pasur shumicën në këshillin komunal. Një rast i tillë në të kaluarën ka qenë edhe Gostivari kur kryetari e i mëparshëm nuk e ka pasur shumicën e përkrahjes së këshillit, por ka vazhduar të udhëheq me komunën. Komuna përcaktohet si fitues ai që fiton komunën dhe këtë e din më mirë se ne dhe vetë Ali Ahmeti, por sigurisht që ai për të mbajtur strukturat e veta në ato fantazitë e tij, në historitë e tij, në të kaluarën e tij, sigurisht që do të gjejë një mënyrë për të arsyetuar dështimin të cilin besoj që më së paku e ka pritur ai. Se Dëgjosami nuk u përgjigjet për komuna tjera si ne. Ju thatë fillimisht në një televizion shqiptar se do i përfali. Vleni lëshoj një komunikat tjetër. Tash është vleni për çfarë apo nuk jeni ju? Unë jam i fokusuar edhe një herë për komunën e Tetovës dhe në këtë periudhë fokusi im do të jetë fitoria bindëse me mbi 10.000 vota në Tetovë. Këndë jemi në zgjedhje lokale, të mbarojmë zgjedhjet lokale dhe kemi kohë edhe për atë çështje.
themi se do t'ja meti, me quajti qytetarët e gazetarëve, si e komenton? Shigjoni, politikat e përbaltjes dhe sharjes së oponentëve kanë treguar edhe në të kaluarën që nuk kanë dhënë rezultate. Më vjen keq për gjendjen shpirtërore të zotit Ahmeti. Unë nuk do t'jap prognoza sepse nuk jam mjek, si kanë dhënë disa të cilët sot janë krah zotit Ahmeti, por atë që mund ta shoh si qytetar i thjesht, pa dhënë prognoza profesionale, nuk mu duk se është në gjendje të mirë. Unë uroj që të tërhiqet, të pushoj, të jap mundësi antarëve të partisë të cilët ndoshta kanë më shumë energji, më shumë vullnet që të vazhdojnë misionin politik, por mu më vjen keq që zoti Ahmeti politikën e ka kuptuar jetë ose vdekje. Në politik ka fitore dhe ka humbje, dhe i fortë është jo ai që feston fitoren, po ai që e pranon humbje. Ne kemi qenë koalicion qeverisës dhe kemi deklaruar edhe më herët që kemi pasur përkrahje të ndërsjell në gjitha komunat ku kemi kandiduar dhe garuar. Tash për përkrahje direkte ne nuk mund të flasim sepse megjithatë vota është e fshehtë. Ne është fakt që kemi marrë dikun gati 4000 vota më shumë se oponenti jonë dhe dikun 2000 vota më shumë se lista e Vlenit, por çfarë vota janë ata ne nuk mund të identifikojmë, dhe për ne më pak me rëndësi është përkatësia politike, etnike dhe fetare atyre votave. Me rëndësi është që mbi 19.000 tetovar vendosën që unë si kandidat dhe programi cilin e prezantove ishte më i mirë.